Çfarë? Ishte diskutim, jo, po ishte diskutim ky, monitorimi. Po është diskutim. Me shifra, ja, shifra po lexoj. Shifra po lexoj, te rajoni numër 2. Po lexoj këtu makina. Këto se ekzistojnë fare, se unë jam në qytet, nuk e di ti mo çka po. Unë jam në qytet. Jo, po unë i shikoj. Po i shikon, ke pas ndonjëherë të bësh me këta? Jo. Po jo mua më lidh puna. Tu thot 5 kamionçina në 5 rajone të ndryshme thot. Tani në qoftë se është një gjë që ka bërë mirë bashkia në këto 2 vjet, ka shtuar këto kamionçinat që heqin beturinat në koshat e perave. Po kjo nuk është normale, sepse atje vjen hedhin edhe njerëz gjithmonë. Policia bashkiake duhet të marrë masa për këtë, se nuk mund të vazhdoj. Nuk mund të vazhdoj kështu. Kjo është një problematikë që duhet diskutuar, edhe nga ne duhet diskutuar, nuk është se po pres edhe zgjidhje po pres nga institucionet. Tani zonja po thot vidhen këto tabelat. Kush e ka përgjegjësinë? Policia bashkiake, policia e shtetit, duhet ta denoncojmë. Dhe për kontenerat. Kontenerat janë me vendim të Këshillit Bashkiak. Shikojnë në Vlorë që lëvizën kontenera sipas dëshirës. Nuk e di kush ka një mik, kush ka një sipas bizneseve. Kur kam dashur që të lëvizdojnë kontener për arsye pastërtie, nuk është me vendim të Këshillit Bashkiak. Kur shoh pasaj, këtu s'ka kaluar asnjë vendim i Këshillit Bashkiak për kontenerët. I shoh të lëvizshëm ata. Lëvizin në pozicionin tjetër. Kush e ka përgjegjësinë për këtë? Elmerota, po. Mirë, i nderuar këshilltar, faleminderit. Përgjegjësinë e ka, besoj ndërmarrja e shërbimeve publike. Mirë.